Shqipërisë, e cila del me 1 pikë dhe ndaj fituesve të vërtet të kësaj sfide që ishin tifozët, stadiumi thuajse i mbushur në kapacitet të plot, emocione pafund dhe një mbështetje pa ndërprerje e tifozëve në tribuna për kombëtaren e Shqipërisë, e cila duhet thënë loja nuk mungoi një skuadër shumë e kujdesshme dhe vendosur shumë mirë në fushën e lojës, por që i mungoi goli. Si thash, ishte vetëm 11 metra larg ajo goditje e Rejmanaj përpara pushimit, mund t'i kishte dhuruar 3 pikë shumë të rëndësishme skuadrës Shqipërisë sa i përket atij misioni që mbetet vendi i dytë në grupin K. Pavarësisht kësaj piket, Shqipëria mbetet në vendin e dytë, ka 4 pikë pas 3 ndeshjeve. Anglia me pikë plota është shkëputur në krye të grupit, ashtu siç edhe pritej, ndërkohë që ndeshja e radhës kthehet shumë e rëndësishme për Shqipërinë ajo pas 3 ditëve kundër Letonisë në transfer, pasi letonezët kanë 3 pikë, pra një më pak se Shqipëria. Emilian. Faleminderit Nertan Prifti.